Policia e Durrësit në bashkëpunim me strukturat e policisë kufitare në Moriqan ka goditur një rrjet të trafikimit të grave me qëllim shfrytëzimin për prostitucion. Si rezultati i hetimeve 3 javore është bërë i mundur ndalimi i 28 vjeçarit kolumbian me inicialet DG i shpallur më herët në kërkim në kuadër të këtij operacioni. Ai u kap në pikën kufitare të Moriqanit teksa tentonte të largohej nga territori shqiptar. Sipas hetimeve, 28 vjeçari dyshohet se rekrutonte shtetase kolumbiane në vendin e tij të origjinës duke u premtuar punësim në Shqipëri kundrejt një pagë prej 3.000 eurosh, por më pas i detyronte të ushtronin prostitucion. Gjatë operacionit u sekuestruan 3 aparat celular që dyshohet se përdoreshin për të menaxhuar aktivitetin kriminal. Policia bëri me dije se gjatë fazës së parë të operacionit janë identifikuar dhe ndaluar 2 shtetase kolumbiane të cilat u gjetën në një apartament të marrëmeqëra në lagje numër 18 në qytetin e Durrësit. Ato dyshohet se ushtronin prostitucion dhe shpërndanin lëndë narkotike.